Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi ngjarjet që në fakt po ndodhin në ferma VIP. Qarkullojnë disa lajme, qarkullojnë disa mesazhe që Akili, ish banori i fermës, disa ditë më parë i ka treguar në Instagramin e tij. Ai ka thënë që bëni screenshot këtë storin, sepse do shikoni një dramë të madhe që do të ndodhë në fermë. Flokë të rëna, vështirësi për të jetuar, luftë e madhe për ta sfiduar, bëhet fjalë për një tumor në kokë. Dhe pikërisht nga ky tumori në kokë vuajt ka Sara. Me thënë siç po bën xhiron ky mesazh i cili në fakt është shkruar në WhatsApp. Do me thënë, thuhet lart edhe poshtë që në momentin që Sara, pas ka rënë në tokë atë ditë, që Sara u ndje shumë keq, përjetoi një dramë të madhe, ra shumë keq në tokë, do me thënë thuhet që Sara pas ka ikur në shtëpi që të shikoj gjendjen e saj. Mua nuk më përshtatet diçka këtu. Mua më vjen shumë keq një herë që Sara pas ka përjetuar një luftë kaq të madhe me veten, do me thënë të jetosh me tumorin nuk është e lehtë. Të jetosh me tumorin është një sfidë e madhe që ti e ke në vete. Është një frikë, sepse tumori në kokë ne e dim se çfarë paraqet dhe çfarë është, por unë fillimisht një herë uroj me zemër që Sara ta ketë kaluar këtë sfidën dhe tani të jetë në gjendje të mirë shëndetësore, edhe pse realisht në ferma VIP duket që është mirë. Dhe në qoftë se Sara do tregon një histori të vështirë të jetës së saj, unë mendoj që do të jetë një histori e guximshme dhe do të jetë një histori që duhet ta duartrokasim dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Që nga dita e parë që këto personazhe kanë hyrë brenda në fermë, me patjetër që ato kanë dhe një bagazh dhe një histori për të cilën janë dakorduar që ta tregojnë. Por dua të bëj dhe një sqarim, domethënë për fansat e Mozës, të cilët nxjerrin këto mesazhe që janë shkruar në WhatsApp. Mua do të më dukeshte e padrejtë në qoftë se Sara ka qenë në shtëpinë e saj dhe i kanë dhënë informacione se çfarë po ndodhen jashtë. Sara ka të drejtën e plot që të ketë kujdesin mjekësor, se në fund të ditës nuk mund të lëmë në njeriu të vdes aty. Sara ka të drejtin e plot që të ketë takime me mjekët, të shkon edhe nga ferma në spital, me patjetër e shoqëruar me kamera, por nuk ka të drejtën që Sara të shkojë në shtëpinë e saj, sepse është jashtë rregullave. Unë nuk e shoh Sarën, me thënë të drejtën, pretendente për t'ia marrë Mozës fitoren. Uroj me zemër që Sara ta merr më të mirën e kësaj ferme, por që t'ia merr Mozës fitore nuk të gjë nuk e shoh. Tani, nëse produksioni e ka toleruar që ajo të shkon në shtëpi, mua kjo më duket goxha përkëdhelje dhe nuk e mbështes, sepse nuk dua që për shembull një banor të ketë një figurë se çfarë po ndodhen jashtë, një fotografi, ndërsa dikush të lufton me mishe me shpirt aty brenda, siç është Moza dhe disa të tjerë, dhe mos kenë asnjë lloj fotografie se çfarë po ndodhen jashtë. Më thënë Akili e ka bërë të ditur këtë skenarin që do të ketë një histori që do të thuhet e ktill që do qajnë të gjithë e tjerë, por unë mendoj që njerëzit në fund të ditës, pa marrë parasysh që Sara mund ta ketë këtë historinë, do ta vlerësojnë sakrificën e saj që ka bërë, me patjetër që do duar trokasin, por në fund fansat tashmë janë krijuar. Dhe ato që e duan, dhe unë do kisha dashur që për hir të familjeve, të cilët janë pjesë e këtij reality show, edhe këto mesazhe që kanë të bëjnë me privatësinë kaq të madhe dhe me një sëmundje kaq delikate, të mos të komentojnë shumë, sepse në fund të ditës është një sëmundje dhe ne në asnjë mënyrë nuk duhet të gëzohemi për një sëmundje të tjetrit, por përkundrazi duhet ta duartrokasim për sakrificën që ka bërë dhe për vështirësinë që ajo ka kaluar. Por në qoftë se produksioni, do me thënë ekziston si fakt i vërtet, e ka lejuar Sarën që të shkon në shtëpi, mua kjo gjë më duket e padrejtë.